Një ngjarje tronditse ka shokuar Holandën pasi një vajzë 15 vjeçare nga Groningen është arrestuar në ndyshimin se ka vrarë me thik prindrit e saj dhe më pas ka shpërndar fotografi nga vendi i krimit te shokët e klasës përmes një aplikacioni. Sipas mediave holandeze, viktimat janë Johan dhe Matilde, të dy 53 vjeç, të cilët u gjetën të vdekur në banesën e tyre të enjtën e kaluar. Autoritetet raportojnë se të dy kishin marrë plagë të shumta me thik. Hetimet paraprake tregojnë se adoleshentja dyshohet se ka sulmuar edhe qenin e familjes, i cili mbeti i plagosur. Gjendja e kafshës nuk është bërë ende e ditur. Rasti ka marrë për masa dhe më shqetësuese, pasi sipas gazetës holandeze The Telegraph, 15 vjeçarja ka fotografuar vendin e krimit dhe u ka dërguar imazhet miqve dhe shokëve të klasës. Dëshmitar të cituar nga mediat vendase përshkruajnë se në fotografi shieshin të dy prindrit të shtrirë në dysheme pas sulmit fatal. Ndërkohë autoritetet po hetojnë profilin dhe gjendjen psikologjike të sëmiturës, e cila vazhdon të mbahet në paraburgim. Mediat lokale kanë raportuar se vajza dyshohet se e identifikonte veten si qen, por policia nuk ka konfirmuar zyrtarisht këtë informacion dhe nuk ka dhënë detaje mbi motivet e mundshme të krimit. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj vrasjeje të dyfishtë që ka tronditur opinionin publik në Holandë.